Dua të vdes, humbja e djalit e shtyn drejt vendimit ekstrem. Historia e një nëne që po trondit Britanin. Një nënë në Britani vendos t'i jap fund jetës në një klinik eutanazie në Zvicër pas humbjes së fëmijës. Një grua britanike, Wendy Duffy, ka deklaruar se do t'i jap fund jetës së saj në një klinik të eutanazisë asistuar në Zvicër pas humbjes së djalit të saj të vetëm në një aksident tragjik. Ajo shprehet se prej më shumë se një viti përballet me një dhimbje të pandërprerë dhe ndjesinë e boshllëkut të plot, duke përshkruar jetën e saj të përditshme si pa kuptim. Dua të vdes dhe kjo është zgjidhja ime, ka deklaruar ajo, duke theksuar se vendimi është marrë me ndërgjegje të plot. Sipas raportimeve, kërkesa e saj është shqyrtuar nga klinika Pegasos, ku një komitet mjekësor me psikiatër ka vlerësuar historikun e saj shëndetësor. Ajo nuk vuan nga një sëmundje fizike apo çrregullim mendor të diagnostikuar. Gruaja ka njoftuar familjarët për vendimin e saj, ndërsa nuk është bërë publik momenti i saktë i udhëtimit të saj drejt Zvicrës. Klinika ku ajo do të kryej procedurën është një organizatë jo fitimprurse që ofron shërbime të asistuara për çaste të veçanta sipas ligjit zviceran.